Vëm përparsen se sot kemi për të pikturuar dhomën e bebit. Të nipit tim të vockël. Mjetet kryesore janë bojrat, furçat dhe një projektor. Një pjesë e murit do bëhet me bojra muri. Kemi shumë hapësirë për të pikturuar dhe me basën do na ndihmojë projektori. Ideja e pikturës tonë do të hapësira astronaut, por në ngjyra të ndryshme. As ngjyra bezh, po as ngjyra blu siç e bëjmë ne zakonisht hapësirën. Kjo ishte me thënë të drejtën hera e parë që unë pikturoja në mur dhe nuk doja që të rrezikoja, ndaj përdora projektorin. Por nëse ju nuk keni projektor, patjetër që mund ta bëni edhe me dorë, thjesht do merrni kohën tuaj. Por edhe nëse bëhen gabime, nuk ka problem, se unë mendoj kjo është e bukur atë këto pikturat e murit, nuk dua që të jenë perfekte. Tani nisim me ngjyrat. Me ngjyrat më vjen inat me veten time në diçka sepse mund të kishim marrë një cilësi më të mirë. Thjesht aty vërdall nuk gjetëm asnjë nga ato bojrat që unë përdor zakonisht, edhe përfunduam me disa bojra që nuk më pëlqyen dhe aq. Për disa i kisha gjendje dhe janë bojra të mira. Do thoni ju pse duhen ashtu të mira, po që të ketë sa më shumë jetë gjatësi. Plus janë edhe më të lehta për të blenduar, për të përdorur. Kjo është vetëm pjesa e parë, se do bëj një video tjetër me përfundimin, po ky ishte astronauti dhe çfarë kemi bërë deri tani. Më thoni çfarë mendoni dhe ju pres në pjesën e dytë. Bye.